Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha shfrytzoi një bashkëbisedim me qytetarët në rrjetet sociale për të sqaruar planin e Partisë Demokratike për uljen e çmimit të apartamenteve. Berisha theksoi se programi i PD-s parashikon nga një anë kredi pa interes për çiftet e reja dhe ndërtimin e banesave sociale. Çmimet e sipërfaqeve të ndërtimit metrit katror në ndërtim këtu janë stratosferike. Por përveç projektit që çdo çift një çati, i cili kupton një grant për 30.000 eurosh për të mbuluar interesat e kredisë, ne do ndërtojmë ndërtesa sociale me qëllimin e vetëm që t'u japim mundësi shqiptarëve të strehohen me çmime të arsyeshme. Por Partia Demokratike parashikon edhe uljen e taksave mbi ndërtuesit për të ulur çmimin e apartamenteve. Ulim me të paktën me 10 herë taksat që merren sot mbi sipërfaqen e ndërtimit. Taksat sot llogaritën me vlerën e shitjes. Ato do të llogaritën me vlerën e projektit dhe në këtë kontekst, nëse sot paguan taksë ndërtuesi 100 deri në 300 euro për metër katror, do paguaj 2 deri në 8 euro për metër katror. Kryetari i Partisë Demokratike Berisha premtoi edhe mbylljen e procesit legalizimeve pas një pagesë për qytetarët. Të gjitha legalizimet pa përjashtim do t'jenë falas pa asnjë lek dhe lejet e legalizimit do të shtrohen në tapi 100 ditë e para të qeverisë ardhshme. Berisha u ndal edhe tek problematika e familjeve që kanë fëmijë autik, duke shpjeguar se pas 11 majit do të hiqet detyrimin që ata të bëjnë kontrolle çdo vit për të përfituar pagesën e kempit. Natyrisht, një diagnozë e tillë përjashton plotësisht detyrimin për të paraqitur çdo vit në kemp. Kryetari i Partisë Demokratike Berisha përsëriti premtimin për vendosjen e minimumit jetik në nivelin 200 euro, për pagën minimale 500 euro dhe pagën mesatare 1200 euro.